Dhe me një super 9 vjeçar që më mori vëmendjen që në momentin e parë sepse filloi të fliste dhe ishte nga ato personazhet që të bënte për vete. Kam përshtypjen që me këtë formë do t'rregojë se në vjeshmërinë e tij në treg do bëj namin, do jetë nga ato këngëtarët që do mbushit të gjitha vendet plot duke e dëgjuar. Kam kënaqësinë që të jem me Eden Loci. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Tani ti 9 vjeçar nga ana tjetër me sukses të korrur, ke bërë këngë, të kemi parë në kompeticione, si ndihesh? Ndihesh nga këto këngëtarët e famshëm? Po, ndihem. Si të duhet vetja, tani kur kalon, thua ti më njohin njerëzit. Dukem VIP. Dukesh VIP. A të pëlqen ty kjo? Po. Tani më trego pak kur ke nisur ti të eksplorosh të talentin tënd, se je 9 vjeç dhe ndërkohë ke edhe eksperiencë, si ka mundësi? Unë kam filluar të këndoj në moshën 4 deri në 5 vjeçare. Po si ishte momenti i parë, se tani dikush do të zbuloj, do jesh duke kënduar ndoshta, apo do e ke shprehur vetë? Momenti i parë ishte aq i mirë sa kuptova edhe vetë që mund të këndoj. E mban mend si ditë ndoshta, nuk e di, duke qenë pas shkolle apo ku ka qenë, si ka qenë situata, kush ka qenë familjari atje që të dëgjoi? Mami. Çfarë të tha mami në fillim? Mami tha, "Bravo Eden." Që në momentin e parë dalloi dhe mami, po. Dalloi dhe mami. Le ta themi për të gjithë se edhe mamin e njohim, Linda Kulla, që është këngëtare që patjetër na ka shoqëruar në gëzimet ndryshme. Cili ishte hapi tjetër pasuese? Tha mami bravo Eden, pastaj vijove ti. Pastaj vjova përsëri duke kënduar këngën, edhe mami më jepte shumë fuqi dhe për ta kënduar, sepse kam qenë edhe i vogël. Po pastaj ku ti tregove tjetër? Se mami ishte aty. Ndërkohë ti do të tregoj ndoshta edhe miqve se të bësh këngëtar. Tregova familjes, babit, motrës. Çfarë të thonë ata? Tani për babin dhe për motrën ishin dy pjesëtar familje që do ishin kështu këngëtar. Si përjetuan ata? Çfarë të thonin? Bravo, Eden, veç vazhdo kështu. Më pas të shkolla. Kishe miq, shokët, mësuese, të trajtonin ndryshe se kish një këngëtar, kish një VIP si ti si ndiheshe? Po, çdo kur kishim lëndën e muzikës, na thoshin, "Hajde Eden, edhe bëj këtë." Po çfarë këngësh këndoje ti? Çfarë kishe më shumë qef? Këngët e Yllit Limani. Të pëlqen më shumë Ylli Limani më shumë se gjithë këngëtarët e tjerë? Po. Cila këngë e Ylli Limanit të pëlqen më shumë ty? Toka e dhe qielli. Mos ndoshta ke dëshirë të na e këndosh pak? Okej. Toka e dhe qielli, dhimbje na kanë bajt. Unë ju kam premtu që për ty mos kam me kajt. E kur të merë mali, sytë mi me i pa. Po unë s'kam me kanë gjallë, se për ty nuk jetoj ma. Zonja dhe zotrin Eden Loci, i jashtëzakonshëm i papar. Tani ti ke pasur ndonjë kontakt me Yll Limanin, ke shkruar ose ke tentuar? Fatkeqësisht jo. Po nuk e munduar fare apo thjesht ai s'ka kthyer përgjigje? Jam munduar një herë, po nuk më ka kthyer përgjigje. Ne jemi në televizion dhe Yll Limani mund ta shoh këtë videon. Çfarë kërkese do kishe për të? Çfarë ftese? Jepi aty te kamera. Hajde Yll Limani te kua se do pendohesh ndonjëherë. Unë do i mbush stadiumet më shumë se ti. Do të kërcënimi i hapur për Yll Limanin, tash ai do pendohet, do vi direkt që ta ketë gati karrierën për më vonë. Kjo dëshirë jotja për të kënduar, the që Yll Limani të pëlqen shumë edhe i ndjek edhe këngët e tij edhe mënyra si frymëzohesh. Në momentin që bëre ti këngë vet, e kishe si shembull frymëzimi Yllin apo ke edhe këngëtar të tjerë? Jo, kisha edhe këngëtar të tjerë, po më shumë kisha Yllin. Çfarë emrash ke në mendje kur them për këngëtar të tjerë? Dafina Zeshiri, Ylli patjetër. Prapë. Po të Dafinës, cilën këngë ke më për zemër? E ta dish. Mos do të na këndosh dhe e ta dish tani, duke qenë se je këngëtar, nuk mund të rri pa të pyetur vazhdimisht për këngët. E ta dish sa më mungon ti, e ta dish sa më mungon, e ta dish sa më mungon ti, e ta dish sa më mungon. Je fantastike Eden. Dhe për Dafinën besoj gjithashtu ti do doje që të kishit ndoshta një takim, një bashkëpunim do ishte në ëndrat e tua. E ke menduar ndonjëherë ose do e kishe si lutje, dëshirë për të? Po. Edhe për të. Pra kemi një këngë që do bëjmë me Yll Limanin, një tjetër me Dafina Zeqirin. Kur kalove më pas në momentin që ti do bëje këngë edhe vetë. Si ishte për ty? Si je djali vogël? Nga ana tjetër dëshiron që të çash tregun. Ai momenti i këngës së parë, kur shkruaje, kur filloje në provat, ke bërë videoklipe.
Unë ndjeva shumë krenar, sepse ishte kënga ime më e reja dhe isha pak i emocionuar sepse publiku do të më shikonte mua, sepse ishte kënga e parë edhe kaq. Po kur që po vinë ato vjusat e parë të këngës, që në rrjetet sociale po kishin njerëz që të ndiqnin, të komentonin, si ndihesh ti? A ishe i përmbushur, i lumtur, të motivonte më shumë apo? Më motivonte shumë. Të kemi parë që ke marrë pjesë edhe në kompeticione të ndryshme. Eksperienca aty si ka qenë, se është sfiduese të kesh edhe fëmijë të tjerë që këndojnë, kanë pasionin, kanë dëshirën, shumë punë. Po, unë kam qenë të X-Factor Kids, shkoha deri në 18 dhe pastaj u eliminova, por ishte një eksperiencë shumë e bukur. Si ishte momenti i parë kur mora atë ponë fillestare? Unë gëzova shumë, se kur Fifi më tha po absolute dhe kalova në fazën tjetër, u kënaqja shumë. Po tani ti e prisi që momentin e parë që u shkove që u nise dhe këta do marrin mua se s'bën, se unë jam i talentuar. Po. Çfarë të thoshte Fifi me që atë kisha atë ponë absolute të parën? Cilat janë bisedat që ke bërë me të? Nuk është se kemi bërë biseda, vetëm tek juria, se dola në skenë. Janë profesionistët e fushës që duan të mësojnë më shumë, edhe të kenë thënë ca gjëra. Ke ndonjë këshill të vlefshme apo këshillat e muzikës i merr vetëm nga mami? Këshillat e muzikës i marr vetëm nga mami. Çfarë është mami për ty, përveç se një kolege tani, se ke fatin që me mamin të jesh edhe koleg për shkak të muzikës? Mami ime është bota ime, e du më shumë sekret. Bëhen xhelos të tjerët për këtë motra, babi? Po. Po si reagojnë ata, u a thua? Motra, babi jo. Po mami për shembull e bën këtë ndarjen të do ty më shumë se motrën? Apo mendon ti kështu? Jo, mendoj unë shumë. Është shumë interesante marrëdhënia që keni, patjetër, edhe dua të di se kush të shoqëron, dhe ne sot me patjetër edhe gjithashtu je i shoqëruar, po dua të di kush të shoqëron në këto daljet e tua, në momentin që ti shkon në një kompeticion, momentin që je në xhirime për të bërë një klip, apo kur dëshiron që të bësh një gjë të madhe, kush është gjithmonë aty për ty që të ndjek, është edhe me telefonin ndoshta duke të bërë video paralelisht. Krejt familja. Të gjithë vit. Po. Po cila është ndoshta ajo krenaria më e madhe që ata të shprehin? Se në mbledhjet familjare je ti ai djali që del merr atë stafetën për të kënduar para të gjithëve? Për shembull kur mbledhen janë familja, janë gjyshër, mund të jenë kushërinj dhe din që Edeni duhet të dalë të këndojë. Po. Si ndihesh ti për këtë, të lodh ndonjëherë kjo gjë apo jo? Jo, më shumë kënaqem dhe bëm krenar për veten. Tani, kënga jote se çka në tekst, ca zemra, ca gjëra, ja ke dedikuar ndokujt ose të ka ardhur në mend ti je i vogël shumë, po nuk e di nëse ka ndonjë gjë që e lidh ose ndonjë shoqë që të kujtohet. Jo. Jo, nga të vjen frymëzimi për të bërë këto këngët? Po, edhe unë si jam një stil modern dhe më erdhi mendja është tuar dhe Vera, edhe thash po mund ta bëj një këngë për Verën, edhe e bëra. Tani, cilat janë ato ambicjet e tua, dëshirat, sa kohë rri dhe i dedikon muzikës, se besoj për të bërë një klip, apo për të marrë me muzikën, për të bërë provat, ndryshme të merr një kohë të mirë të gjithë ditës tënde? Gjatë klipeve merr 4 deri në 5 orë. Kur në studio vetëm 2-3. Po në përditshmërinë tënde, ka nisur dita për shembull dhe ti dua të tregosh tani një ditë tënde, si është e gjitha? E gjitha është e para, çohem nga gjumi, ha mëngjes, laj dhëmbët dhe pastaj këto gjëra tjera. Bëj një lul kjerë, se s'mund të rip atë, dhe pastaj filloj të këndoj. Shkon në shkollë, pastaj ke ndonjë provë për muzikën, si funksionon? Jo, në shkollë nuk është se përdorin shumë për muzikë, por vetëm për lëndet matematikën dhe gjuhën e këto. Tani te shkolla si ke punët, se për shembull duke qenë se je këngëtar dhe i njohur tani, mund bëjnë ndonjë tolerim, po ti si e bën? Mëson shumë atje apo thua shiko, se unë jam këngëtar tani? Jo, mësoj shumë atje. Cilat lëndë të pëlqejnë më shumë? Matematika. Vërtet pëlqen matematika. E mendon ndoshta një të ardhme që të bësh diçka matematikën për shembull? Jo. Do jesh muzikant? Muzikant ose këngëtar, sepse i bie edhe pianos. Bie dhe pianos, po për pianon kur e ke zbuluar si pasione, si dëshirë dhe sa kohë shpenzon me pianon, se besoj do kohë edhe ajo? Me pianon shpenzoj rreth 2 deri në 3 orë. Çdo ditë? Po, çdo ditë. Kjo është punë goxha impenjative, apo jo?
Është e vështirë për ty se je sërish, si se tham, je një djalë 9 vjeçar që në të njëjtën kohë duhet të jesh i disiplinuar për të shkuar në shkollë, për të pëlqyer shumë matematikën, për të marrë me pianon që gjithashtu do kohë, për të marrë edhe me këngët që ti dëshiron të jesh në treg, mendosh për verën. Po, është pak si shumë. Mërzitesh ndonjëherë ti ose të thon familjarët, shikoj Eden se u lodhe duke më marrë me këto, ndoshta dile dhe luaj me shokët e tu. Jo, s'mërzitem fare. Kur flasim për marrëdhënien tënde me mamin, ti e thej që është gjithçka për ty, nga ana tjetër është edhe pjesa që është edhe kolegja jote, se jeni të dy muzikantë, jeni të dy këngëtar. Si mendoni, si imagjinon ti të ardhmen nëse të pyes unë edhe them, shiko, se ndoshta mbyll syt për pak sekonda dhe mendo se si do jetë ardhmja jote profesionale me mamin, ndoshta duke shkuar koncertive, po gjithsesi, po ta lë në dorë ty, ta mendosh, ta imagjinosh dhe të ma thuash. Po të kishte mami koncert, unë do shkoja patjetër, sepse mami është këngëtar shumë e mirë, ka 20 vite karrierë dhe më pëlqen shumë. Çfarë të thonë kolegët e mamit, miqtë e mamit kur i takon, se ata e njohin mamin edhe duhet të mbash edhe ti atë titullin. Erdhi ky i VIP-i këtu. Si reagon ti? Unë jam krenar me vetën, kështu po më çeftas. Çeftas. Kënaqem, buzëqesh edhe të tjera. Po nuk është se u a thua dhe nuk bën mendje madhe. Jo. A mendojnë që me kalimin e kohës, kur të kesh koncertet e tua, kur të jesh edhe më i famshëm, mund të bësh pak mendje madhe apo? Jo. Absolutisht jo. Nga çfarë të vjen kjo? Si e mendon dhe koncepton ti? Si të vjen në mendje që të rish me këmbë në tokë, të rish djalë i thjesht? Po edhe duke kënduar me jep atë courage që ta bësh jetën tënde. Ndoshta nëse do të pyesja unë se si e shet ti veten pas sa kohësh, se si e mendon që do arrish, çfarë do arrish, çfarë personazh do bësh, se tani kolegët e mamit që ke thënë, të kanë thënë ja erdhi ky VIP-i. Të tjerë shokët shoqët e klasës në shkollë të trajtojnë si këtë VIP-in, këtë djalin këngëtar. Ti vetë si e sheh veten pas 5 vitesh ndoshta, se do jesh rritur edhe pak. Shumë i famshëm. Duke bërë çfarë për shembull? Duke kënduar, edhe duke i rar pianos. Pyesja unë se si e sheh veten ndoshta ti pas 5 vitesh, do jesh djalë më i rritur, ke filluar të ecësh shumë shpejt në këtë karrierën tënde. Si e sheh, ku mendon që do kesh arritur? Në nivele shumë të larta. Për shembull, ndoshta ke ndonjë këngë që ke më merak ta bësh, ndoshta një koncert në një vend, gjërat që ke ti më për zemër, ne i tregoj këto dëshirat e tua se është mirë ti themi se më pas i vizualizojmë dhe i gjejmë, i shohim, i arrijmë me shumë punë. Po dëshira ime është të bëhem shumë i famshëm, të shkojmë në koncerte, edhe në përdasma. Pëlqen të shkosh në përdasme të këndosh atje? Ka ndodhur për shembull që një dasëm ke dashur të marrësh mikrofonin e këngëtarit të këndosh ti? Po. Çfarë në feste për shembull mban mend që keni qenë gjithë të mbledhur dhe ke filluar të këndosh ti? Së mbaj mend. Apo nuk ka ndodhur ende, do e kemi në vazhdim që. Jo, ka ndodhur, por nuk e mbaj mend. Po besoj janë të shpeshtë tani, se kushdo po të kishte në fest, do thoshte, Eden, hajde na këndo pak. Tani ti do na japësh fjalën që edhe në rastet kur do jesh shumë i famshëm, edhe kur të kesh gjitha koncertet, me ne do vish sërish në emision, do na takosh, do na tregosh se si po tecën karrierën. E fjalë burrash? Po. Tani me që jemi drejt fundit bisedës, unë do doja që të kishim pak nga kënga jote. Po prezverën që ty të shoh prap dhe të dielli dhe era, kujtime kthehem pas e ndijam vetëm, në mendje tim vjen pran, doshimi vitin tjetër fjalën e dham. Është fantastik, po unë nuk do të largohesh pa më kënduar diçka nga mami. Se di me kemi parë, kemi ndjekur, po duam tani ta kemi nga djali i vet, që edhe ajo ta ketë si kujtim në një intervistë. Më ke lëndu sa shumë probleme, nuk po me kesh ma prej menje, sa probleme. Bravo, Eden Loci nga Fushkruja. Se që në fillim kështë dëshirë ta përmendje Fushkrujën. Po. Sa rëndësishme është për ty vendi që edhe krenohesh? Po, është atë dheu im patjetër. Tani talentin i gjithë Fushkruja do krenohet dhe do thotë ne kemi një djalë si Edeni që na krenon, shkon edhe në vende të ndryshme. Ne shpresojmë vërtet që të shohim me sa më shumë suksese dhe do jemi aty për të duar trokitur në koncertet e tua, në këngët e tua, edhe pastaj do bëjmë biseda për emisionin. Faleminderit, okay.